Në ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare, në Prishtinë u hap një debat për një nga çështjet më të ndjeshme të arsimit në vend, rolin e lektyrave shkollore në ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës shqipe. Aktiviteti Flasim për lektyrat shkollore, i organizuar nga ATEA, solli një tërheqës diskutimi për të reflektuar mbi raportin e nxënësve me librin dhe gjuhën amtare. Sipas organizatorëve, ruajtja e gjuhës nuk është vetëm një çështje simbolike e një dite ndërkombëtare, por proces i përditshëm që nis që në shkollë dhe përforcohet përmes leximit. Kur flasim për përdorimin e gjuhës, duhet të pas parasysh që shkolla është institucioni kryesor që e kultivon gjuhën në mënyrë të duhur. Brenda shkollës, kjo e mundëson, ose kultivimin e gjuhës e mundëson natyrisht leximi, e sidomos leximi i lektyrave shkollore. E shohim shumë të rëndësishëm për faktin që në një gjetje tjetër të hulumtimeve tona del që prindrit nuk kanë ndonjë kulturë të leximit, edhe nuk janë si model i duhur për fëmijët e tyre. Të paktën, 47% e nxënësve që i kemi pas respondent nuk e kujtojnë herën e fundit kur i kanë parë prindrit e tyre me libër në dorë. Nga kjo del që vetmja hapësirë ose vetmi terren ku mundemi të punojmë me fëmijët mbetet natyrisht shkolla. Megjithatë, hulumtimet e realizuara nga kjo organizat ndër vite tregojnë se raporti nxënësve me lektyrat shkollore mbetet problematik. Për shembull, sot ende vazhdojnë të lexohen lektyrat që janë lexuar prej prindërve, ndonjëherë edhe prej gjyshërve tanë. Nxënësit e përjetojnë lektyrën shkollore kryesisht si obligim shkollor për me përfundu një proces obligativ, jo si proces që ngjall atraksion dhe kënaqësi për gjatë leximit. Referatet ende përbëjnë një prej elementeve kryesore të mënyrës se si vlerësohen leximet në shkolla, e sipas gjetjeve të hulumtimeve tona del që deri në 70% të nxënësve vetë deklarohen se referatet i kopjojnë. Këtu dhëna janë fundit tash në vitin 2023, që të besoj që kjo përqindje ka eskalu tërësisht pas parasysh edhe platformat e AI-t ose ChatGPT që tashmë kanë marrë havë të përdorimit sidomos te grupmoshat e reja. Në diskutim u theksua se problemi nuk qëndron vetëm te lista e lektyrave, por edhe te mënyra e mësimdhënies së letërsisë. Është mësimi i letërsisë siç bëhet te na. Lektyrat janë, se më thonë, rezultati i fundëm që ata irritohen, ose me thonë me fjalë tjera bëhet bajat qatë shumë letërsia që ata nuk mund me pa as lektyrat, librat për fëmijë se e marrin si obligim në formën se si ata mësojnë letërsinë. Te na e lypin mesazhin, për shembull, arsimtarët, mësuesit. Ti qysh për lyp nivelin e tretë abstrahimit, kur ti nxënësit nuk e kanë kuptu, nuk e kanë analizu, që me 5 fjalim më nësh me analizu, me një paragraf më nësh me analizu cilën dush liber, e për lyp të një mesazh. Jo çdo libër jep mesazh. Ekspertët theksuan se leximi i letërsisë është thelbësor për pasurimin e fjalorit dhe për zhvillimin e ndjeshmërisë estetike, elemente që lidhen drejt për drejt me ruajtjen e gjuhës amtare. Leximi që keni bërë dhe ju pyetjen në aspektin gjuhësor, do të thonë leksikun ta pasuron. Një njeri normal, nivelet mesatar, i flet 2.000 dhe 5.000 fjalë aktive. Ai nështë ai 10.000 dhe 20.000 pasive, po 2.000 dhe 5.000 fjalë. Kjo është nivel me një fëmijë të klasës 7, 6-7. Ata do të mi ditë prej 1.500 deri 3.000. Çdo vit konsiderohet që fondi i fjalëve morit për ka 1.000. Letërsia e bën këto, nuk e bën as biologjia, as gjeografia, as këto tjera. Letërsia e mëson këto mos me bë gabime drejt shkrimore, se tu të mësohet synë të pa që nuk shkruhet është, po është e tjera. Edhe në aspektin sintaksor. Në panel u kritikua edhe mbi ngarkesa kurrikules, si dhe për zgjedhja e disa autorëve që mund mos jenë të përshtatshëm për moshën e nxënësve. Problemi i dytë është sistemi mbi ngarkuar, kurrikula e Ministrisë të Arsimit, jo vetëm tash, po që 25 vjet, kriteret cilat ata i kanë për një libër që përmban morfologji, sintaks, letërsi shqipe dhe letërsi botërore për një landë vetme,
dy fusha krejtësisht ndryshme është e tepërt. Letërsinë kur të mësojnë në shkollë, për shembull e kom pa gjatë Covidit kur janë kanë ato mësimet në televizion ka 15 minuta, e kom dëgju me vajzën time. Shembull të marrim, ajo ka mësuar atë kohë higjienën luljen e vogël, që në raportin e ju për shembull nuk e kom gjetë, po ish dasht me hi edhe kjo në atë raport, sepse higjieni për shumë arsye nuk ish dasht për mu mësu si lektyrë. Në se është shkru para 100 vjetëve, ka shkru në vitet e 30-ta të shekullit kalum, saj përket gjuhës është gegnishte, gati çdo fjali përmban fjalë gegnisht që do të një shpjegim më fond e që për fëmijët është e mërzitshme. Panelistët u pajtuan se nëse në familje mungon kultura e leximit, atëherë shkolla duhet të arrijë dozën e leximit, qoftë në qetësi apo me zë, për të forcuar lidhjen e fëmijëve me librin dhe gjuhën shqipe. Në ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare, mesazhi që doli nga ky diskutim ishte i qartë. Ruajtja e gjuhës nuk ndodh vetëm përmes deklaratave simbolike, por përmes një raporti të gjallë me leximin. Reforma e lektyrave dhe e mënyrës së mësimdhënies shihet si hap i domosdoshëm për të zgjuar interesin, mendimin kritik dhe lidhjen emocionale të brezave të rinj me gjuhën shqipe. Ose me thonë me fjalë tjera bëhet bajat